Vlla, mos bëhemi që na po marrë një pyetje hipotetike se zakonisht gjatë emisioneve i bëjmë këto pyetje hipotetike unë edhe i bëj. Nëse realisht ju keni vrarë një serb gjatë luftës, në përleshje me ta dhe ai ka qenë musliman. Ai e kon pishman. Çdo kush që më del përpara si kundërshtar në luftën UÇK-s, të më kish dalë edhe baba jem, edhe nona jem, edhe fëmijët e mi, edhe shoqja jem, të kishin dalë kundërshtar e kishin vrar. Jo musliman, s'ka ti musliman. Ai përballë është kundërshtar, unë jam me UÇK-n, jam UÇK dhe edhe Krymuhabeti, le del kush del përpara. Mendoj se ti që folesh nderon ti simbolet kontore Runa Azat. Jo. Se ti që shikoni diki përpara se pengoj. Unë shikoj me çat flamur, kam i çat flamur e kam marrë në ballë të ra. Jo vllavi jam, mos e përçani kombin. Edhe ata hoxhallar, ka, s'po them që s'ka. Po janë pak ma fjalë shlir, edhe kur po ofendohen, po nxehen si Sadria që shtu, po nxehen. Ja Sadria. Pastaj ja plasin çish dojnë po kupton. Ja Sadria. Nuk bën me plasë në çështje kombëtare, mos u nxjerr në çështje kombëtare, mos u nxjerr. Pse unë si komandant, ai komandant, unë komandant, po valla edhe çuna për lana. A si orientim që ka orientimin e lirë, ai vetë që ka zgjedh, jo. Unë si komandant, ja, pa çka bën. Unë me to edhe për lana, për ushtartë për lana. Për orientimin jetësor që ka tashaj, aje ka të ndër, unë e kam të jamën. Lutem do thotë, se po e plotsojnë këtë rast, që ka tha Ismeti. Po, UÇK-ja është përballë me një ushtri profesionale, tepër të organizume, tepër të pajisme. Ushtarët e UÇK-s kanë qenë të pafurnizuar, pa municion. Dhe është dashur mu disloku me botërheqje taktike bashkë me komandantat e tyre. Por nuk po flas për ata ushtarë që përkohësisht që largu, mori furnizuar në Shqipëri e që ju në rikthy. Po flas me ata që kanë ardhur 2 javë ditë edhe kanë edhe mos i ka pa kush, përkundrazi kanë agjitu, masi kanë dezertu edhe kundër UÇK-s. Jo për ata që ju ka dashur patjetër me u tërhiq, me shku mori furnizu, me armatim. Thash, unë e kom pa ushtarët e UÇK-s, blitë Frodit, ka i ndajnë ka 3 fishek të Kalashnikovit. Aq kemi patë dhe e ka patë vullnetin me aq pak municion me nejtë bitë të frontit. Kështu që lufta e UÇK-s është epike, ma tepër se epike, pa përshkrume. Atë që tha komandanti, nuk mund ta imagjinosh sot prej Rrugovës deri në Zërs me 50 kg me udhtu. Jo ato bjeshk të Shqipërisë